Në dosjen italiane të operacionit Ura, Adi Çoba shfaqet si kreu I rrjetit kriminal të trafikut të drogës. I njohur si Bajoli, por edhe në 3 nofka të tjera sipas Dumanit, Çoba ishte bashkëpunëtor I Mirit, djalit të Xhevdet Troplinit. Adi Çoba është një personazh tërësisht I panjohur për drejtësinë shqiptare, por për herë të parë shfaqet në sken pas operacionit Ura që goditi një rrjet ndërkombëtar të trafikut të drogës. Ai mbetet një figurë misterioze, por në dosjen e drejtësisë italiane për këtë operacion, Adi Çoba shfaqet si organizatori I rrjetit të trafikut të kokainës në Itali. Sipas hetimeve të autoriteteve italiane, Adi Çoba rezulton të jetë drejtuesi I organizatës I cili siguronte dhe dërgonte nga jashtë sasi të mëdha heroinë dhe kokainë në Itali. Ai koordinonte dhe drejtonte nga Shqipëria aktivitetet e anëtarëve të tjerë të organizatës, shqiptar dhe italian. Në dosjen italiane thuhet se Adi Çoba, në cilësinë e kreut dhe promovuesi të grupit, merrte dhe dërgonte në Itali korrierë që sillnin sasi të mëdha heroinë dhe kokaine, të furnizuar nga Shqipëria dhe Holanda përmes veprimtarisë së paligjshme të anëtarëve të tjerë të grupit. Veprimtaria kriminale e këtij grupi është zbardhur nga bisedat në Sky ECC, por edhe nga dëshmia e të pandehurit të drejtësisë Nureddin Dumani. Shumë pak flitet për Adi Çobën, një person që duket se qëndron në hije, por në fakt të gjitha të dhënat dhe dëshmitë në dosjen italiane përshkruajnë si kokën e grupit, I cili në bashkëpunim me Visin e Pojës, organizonin trafikun e sasive të mëdha të drogës. Çoba shfaqet si organizatori kryesor I rrjetit dhe grupin e drejtonte nga Durrësi, ndërsa më pas në rol futej dhe Visi I Pojës, I cili siguronte që trafiku I drogës të kryej me sukses drejt Italisë. Në dosjen italiane rendit një rast kur vetë Çoba është përfshirë në trafikun e kokainës në janar të 2020-s, ku nga Shqipëria u dërgua drejt Italisë 24.850 kg heroin, nga të cilat rreth 12 kg ishin të papërpunuar dhe pjesa tjetër e ndarë në 24 pako të gatshme për të shitur. Heroina u prit në Itali nga Gronganaj, I cili e përpunoi dhe paketoi një pjesë të saj në një banesë në Noikataro në Bari, ndërsa më pas tentoi të shpërndajë në treg. Lënda narkotike u kap nga autoritetet italiane më 10 janar 2022.